këto kërkesat tona janë veç punë, bukë edhe rrogat. Dikur na kanë quhe heroj në kohën e pandemisë, tash na merr 9-0. Në oborrin e komunës së Prishtinës, siç po e shihni edhe përmes pamjeve, janë duke qëndruar një numër i madh i punëtorëve të kompanisë pastrimi, e të cilët janë këtu si shenjë të pakënaqësive dhe kërkesës për një zgjedhje menjëherë për situatën në të cilën gjendet kompania. Gjatë kohës tani qëndruam këtu, arriti dhe një ambulancë e cila i ofroi ndihmë një punëtorit të cilit gjendja ju përkeqësua. Kërkojmë falje për qytetarët që s'u mujnë me kry shërbim që kena kry deri që tash, po këto kërkesat tona janë veç punë, bukë edhe rrogat. Si kaq. Na si në as për çështje politike, as kur gjë. Na veç punë po dojna. Si kaq. Sa po është e vështirë me punu në këto kushte që jeni aktualisht të punu? Dikur na kanë quhe heroj në kohën e pandemisë, tash na merr 9-0. 9-0, pse na s'kem pare, me është një nërë tavëllin, me dhëmë pare, po veç njerësën tonë për kërkojmë. Kur gjë ma tepër, hiq, veç njerësën tonë. Pse keni vendosur sot kamionat? Kena vendosur kamionin se ne jena në grevë. Në grevë edhe greva vazhdon deri dhe realizimin e kërkesave tona. 2-3 sene duhet ai më na plotësue, me patjetër. Jo, greva ka me vazhdu deri në kërkesën e mëron. A prisni një reagim pozitiv nga ana e kryetarit? E kem shpresën që nuk e hup me kurrë në Zotin, edhe besojmë që diçka ka më bëhtë, se nuk shkon që shtoj motra. Mu më vjen shumë keq prej qytetarëve, se ata e din mirë kush e ka kry shërbime. Edhe gjithë u kry shërbime për viteve të 70 oj motra.